Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se është i gatshëm t'i bindë thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump për zhvillimin e zgjidhjeve të reja në Ukrainë, por vetëm nëse krijohen premisa të qarta për një proces të drejtë dhe demokratik. Kreu i shtetit theksoi se kërkohet një bazë ligjore e posaçme dhe garanci të plota sigurie, pasi legjislacioni i Ukrainës nuk lejon zgjedhje të gjatë të ligjit të luftës që është aktualisht në fuqi. Nëse plotësohen këto kushte, u mund t'i kërkojë parlamentit që t'i përgatisë propozimet për ndryshimet e mundshme ligjore. Zelensky duke kërkuar që siguria e zgjedhjeve të garantohet nga SBA-ja dhe partnerët evropian. Sipas tij, nëse kushtet plotësohen, procesi zgjedhor mund të zhvillohet brenda 60 ose 90 ditësh. Duke ju përgjigjur drejt për drejt kërkesës së Washingtonit, Zelensky tha, meqense kjo pyetje bëhet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, do të përgjigjem shumë shkurt. Dëgjoni, unë jam gati për zgjedhje. Personalisht e kam vullnetin dhe gatishmërinë për ta bërë këtë. Në anën tjetër, Donald Trump më herët kishte shprehur mosbesim ndaj argumentave të Kievit për shtyrjen e zgjedhjeve, duke deklaruar, ata janë duke përdorur luftën si argument për të shmangur zgjedhjet. Flasim për demokraci, ndërkohë janë në pikën ku ajo nuk është më demokraci. Moskë ndërkohë ka përsëritur vazhdimisht pretendimet se Zelensky për shkak të pezullimit të zgjedhjeve ka humbur legitimitetin e tij, por në Ukrainë një pjesë e konsiderueshme e qyteteve kundërshton zhvillimin e votimeve gjatë kohës së luftës, ndërsa mbetet e paqartë se si mund të garantohen zgjedhjet në territoret e pushtuara nga Rusia apo në zonat aktive të luftimeve.